بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. Sot, inshallah, do të ndodhemi te një rregull tjetër kuranore, te fjala e Allahut xhallahu sha'un në surën Hud, ajetin 119, ku Allah xhallahu sha'un po thot ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fastaqim kama umirt. Qëndra ashtu siç je urdhëruar. Për Muhamedit alayhis salam. Qëndra drejt rrugën e Zotit xhallahu sha'un. Ashtu që shë e urdhë. Mas parit që kja festaqim që është, me qëndru drejt, ka thonë djetar, as mojtas, as djotas, as mojtas. Po të manë rrugë Zotit, as mës e shlira, qa se ka shliru Zotit, as mës e ngushtot, në qka se ka ngushtu Zotit që të shonë, as një në ekstrem. Po, a thu pejgamberi alayhis salam, se thonë të qëndru në rrugë drejt, që Zotit me thonë, djetarët ka thonë, për pejgamberin alayhis salam, kjo është urdhën, vazhdo rrugën që ta të qëndru në rrugë drejtë. Sa e thonë të qëndru në rrugë drejtë, asja ka më ljota që mojtë, po do me thonë që ta vazhdo. Apo neve t'jeme mundet me thonë që filloa rrugën e drejtë. Nëse jem thonë, anë vazhdo, po nëse si jenë në rrugën e drejtë, as mojtë, as djotas, as në ekstrem. Po, që që ndonë djetarë, për ty në Shekh Sharave Allah Shiruf, një komentatori me njohër në Koranit, ka thonë, Allah xhallahu sha'un për thëtë pejgamberit alayhis salam, që ndëra ashtu si që je urdhëru. Nuk për thëtë që ndëra ashtu qysh kiqe. Rrëdhë rrugë Zotit, praktiko fejnë e Zotit qysh dush. Ja, jo rrëdhë qysh dush, po rrëdhë qysh dojë. Që shpesher, në adina ka pak, një abo veti qefin, edhe fejnë e Zotit me morë që ka përna pëlqen. Qysh po dojna? Për shambull, namazet të kush e folë, kur do, dhe qysh do. Pse për folë, po Zotit ka thonë. A për folë në kohën, kur ka thonë Zotit, jo, dhe kur po. Te i këtë mu se kërësura në mja kry, të të Zotit është dhe. Ose e folë, po e folë shumë shpejt, rëzik me ronë në radon, edhe kërësurën e për kry. Ja, mu mundu me kry. Për dim që në maksimalisht 100% si jek në asë një aspekt. Po parimisht mu mundu, jo në vesh për kry, e qysh da Zotit, qysh da, asë që për mene. Po kërësurën e për kry, ja, unë edhe për kry. Po edhe po mundu në për kry, qysh da Zotit që në shumë. Azerinë, nëse na veç agjerujnë, nalë prej bukës e fikuit. Pos nalë me dhe për aty në senë tjera që Allah të lëshon që na kam suhe pejgamberi alayhis salam. Për morës për koje, për harame tjera, me agjerujnë dhe me qyqyr tjera. Mës nuk për zbatujnë të manë qëndra, ashtu si që rëndru, pa agjerujnë qysh për dojnë vetë. Ta shme këta asë për të mja kënderë, asë kësoj që për pojnë. Pak, ma mje pak se heqë. Po, ju edhe me mendu që valla e kryma ne, qysh është mas miri, kur onë për kry diska qysh për duone, jo qysh për kërkuet prej mirë. Ko dallim shumë të madhë, mes një personit kur i tu dikuj rrë qysh dush, edhe rrë qysh dojnë. Rrë qysh dush, almora, mramsa, kryja, shoma, s'poli dhe qysh dush. Rrë qysh dojnë dhe Allah e ka dojnë se do të pak. Këtë rast, pro Allah dhe në shumë më dhëtë, festa këtë këma me që ndërë, rrë, drejt, rrugë Zotit, rrugën e ki drejt, veç ta që nga do të dhe me nejtë drejt këtë rrugë, ashtu qysh dojnë. Ose vesh janë, dikush e bënë, për më thonë, qysh t'i teke. Po që trëp që ta ka në Zotit, aj po thëtë me mbullu qyshtë, asë interesën për atë punë, qysh mbos që jesë vetë. S'ko drejt kërkush më përzi mu, jo, le të tjetë e s'kina drejt më të përzia mu. Në shta qaj se ta ka huaj të rrugën, bëse që aja meritën, e ta ka dhonë shpjetin, e po ta ushen, e pëtja të mirat, e ta e ti me dërzu pra trupin, bëse që ishtë dashë me menu që ato të me dëgju qysh për të të vejshja, ose të puna Ramazanit. Në ashta për shamën ka në jenë shumë që fillim të Ramazanit që ndrojnë pak të amanë që shajnë nga urdhëru, me namazë me të shku, të elshu, fund Ramazanit kryet bëhet bajrami, e ndërprina me qatë raportin tërë me gjami. A i nga urdhëru qështu, apo qështu për në e tonë. Apo se ndrojnë qështu, apo
qysh po dojmë. Ose fitimi pasurisë dhe shpenzimi i saj. Apo e fitojnë atë qysh Allah xhaleshanu edhe me halal, apo qysh po duhune, s'po më interesan halal, apo halal. Ose dhomja pasurisë. Ka njerë mjaftur nashta me dhomje të sadakës, që ajo është shumë e mirë me dhomë sadakës, shumë se vonë. Po nëse e kemë obligim zekatin, a mjaftan tani vesh me dhomë ka dëmora, apo unë e kam një obligim ma të madhë që do të me kryu në dhe ato, apo Allah e të dhime, po pak që do diçka që të mundë. Ose na, për shambull, spjegimin e fejës, apo spjegojnë e fejën, ta manë që është të qysh pedije, qysh është, apo për spjegojnë fejën, unë e qysh i përcen zemotit, qysh i përcen tjerve, qysh i marrë për tjerve, lojka, qysh i marrë, që këtë e ka hëzë, demokrat hëzë, liberal hëzë, qysh me thonë të fitej pëlqimin e tjerve mosës, apo ta manë aja që është, e ta ne aj pëlqen një kuja si pëlqen, është qasë të tjetër. E kështu, me rrë, pra, letë mundohemi me qëndru në rrugë Zotit, ashtu qysh dhe. Jo vetë qysh para kona qefi, jo edhe një adim që sa të që të mundohemi, e që përqen, kërkosh nuk jenë, po ko dalim shumë madhë mes ati i cili mundohet sa të unen, e her pas here si aqëllat. E her pas here e mund vejtja vetë edhe dështën, e mes ati që si interesat jë fundesë. Unë e bëj për fejtë Zotit, qka të më interesant, qka të më përqen, edhe tjetërën e netë pa i bo për shtypit. Pra, edhe më skopshin nivel, edhe më skopshin asë një unë 100%, për unë bile për botë nërë, po mënuhet sa po mundet, po përshet ka nërë. E këtë tjetëri për vetën që mirë është puna, qatë unë e shkry, edhe o da mori ku kësoj falkune. Edhe në fund për ajem që mësë beso, ma shumë për përfundet, وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَتْقَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Qështu qysh ta që të drë këma umerë, qysh je urdhru, po të edhe ata të cilët jenë pendu me ty, edhe besimtarë të me qëndru qështu sikur, qysh po thamë, për ty, edhe po të mësë të prani. Që ta shtu mund me qëndru drejt, mund ka lëmë nështë një ekstrem tjetër, më shtë mu se ma shumë se sot që dëtë, mësë të prani. Mund me qëndru drejt, po kjerë nuk do të me të kalu një ekstrem, jo së ta fitje, vërtet, ai, pro Allah Xhaleshanu, qka do që të duani, është i, qka do që të duani, po e shenë. Për shikon ato qka, po duani, Allah Xhaleshanu, shikon për e njëve fjot mira, vepra të mira, e në e fatën të mësit, të Allah shpërë.